Thash, unë për shprehjen, ashtu siç është thënë, për shprehjen që unë kam thënë, unë jam jashtë. Nuk je vetëm për shprehje, je për gjithë rrugtimin tënd brenda në shtëpi, jo vetëm për tek shprehje. Unë dola në se po të ishte për shprehje do ishe me zarf të zi, nuk do ishte po, te zarfi zi u futem ne. Nëse e ke ndjekur Big Brother, ne futem të gjithë ato që folën, unë dola si skualifikim. Po pra nuk dole me zarf të zi, pra nuk ishte arsye kryesore. Po pra po erdhi një zarf i zi para, pastaj u futan në televotim. Me mira, nëse ke ndjekur Big Brother. Sigurisht që ndjek Big Brother, por është tjetër gjë dalësh me zarf të zi, enka sti siç dole Greta. Do është tjetër gjë të dalësh me zarf të zi. Greta është 1 milion herë përsëritur, nuk është hera parë. Unë nuk kam bështy njëri, as nuk i kam thënë dikujt prostitut, as nuk i kam thënë rrugaça, as një lloj gjëje. Ti mund të dëgjosh, por nuk kuptove. Nuk të thash, të thash nuk dole si Gerta, nuk dole si Greta. Po sepse ajo e kishte të përsëritur. 1 milion herë të përsëritur, djali dashur, zarfi zi ka ardhur. Këtë vit nëse e ke ndjekur, zarfi zi është para lajmërim. E kam ndjekur ndoshta edhe më shumë se ti që kishe brenda mos e përsërit më që e ke ndjekur, si s'është arsye. Është para lajmërim këtë herë. E sqaruam të shprehjen e mbiritore. Jo, sepse ka një problem. Sepse sa po tha Livia, sa po thaj që jo çdo falje pranohet. Jo çdo falje pranohet. E kisha njerëzit, disa gjëra i falin, disa gjëra nuk i falin. Disa tjera po edhe nuk i falin, sa është marrën personale, ato e kanë personale. Njerëzit duhet jenë ta kenë sikisht personazhe që prin i nxituar. Patjetër. Semi më të mëdhenj. Ndonjëherë duhet ta hapim një çik, po, duhet ta hapim çik zemrën edhe të jemi një çik më tolerant. Më tolerant, më dashuri, se ka shumë mlefe, shumë urrëtie, shumë makmarrje, shumë gjëra ky vend. Kemi pak më të dashur, më tolerante, ka thënë ajo vajza, unë kam përshtypjen që ajo s'ia di fare kuptimin. E ka dëgjuar, nuk e ka analizuar, sepse ai kuptim nuk është ai që ka dashur ndoshta të përdor Selin, kështu që ti lëm ata janë sa njerëz të izoluar, që po japin unë kam më shumë te standardi që ne zgjedhim për gjykuar. Pra nëse unë dua të gjykoj Julian. Atë po thot Delivia. Po thot që për disa falen shumë shpejt, disa të tjerë do vjen janë njerëz të tillë. Edhe unë Livia s'po i them që disa mirë kuptohen lehtësisht, dhe disa duhet që të kalojnë 3 javë që të mirë kuptohen. Qetësi, tani do dëgjojmë 2 variantet e Rogertit. Komenti që i bëri Selinës dhe pastaj sqarimi. Dëgjojmë të dyja, po. O Selin, që e ke djathin mbrit, hajde jashtë. A bu dole ma për testën? Sqarimi që i dha. A që se për rimat kemi doktor. O Selin me djathin mbrin. Kemi doktor Roger. O zot. A di që të me thanë, o Selin me djathin mbrin. Mbrin, po se kuptëm se u dorzu ka shpejt. Uj me shlin, pra shlin. O tanë, se u dorzu Selini ka shpejt. Mbrin, është anglisht. Tani, ma thuj. Brin është shëllir? Do më ndihmosh pak me këtë? Ekziston si term apo? Të them drejtën, unë nuk e dija, futa e lexova diku dhe ashtu më doli. Se edhe unë kur e gjova në fillim, thash ti tha kështu. Kontekst tjetër. Dhe me thënë të drejtën si ishte e bukur fare, për t'ja thënë sidomos një vajze. Po pastaj kur pash shpjegimin dhe kur e lexova, ishte gjë tjetër. Rogerti luan në limite provokime. Ç'pun ka Rogerti ti tregoj ku është djathi Selinës për shembull? Këtë pjesën nuk e kam parë më përpara se si ka vazhduar, domethënë ka qenë të bëj fjalë për diçka tjetër më përpara, e ka thënë nga hiçi, them të drejtën këtë gjë nuk e kam ndjekur më përpara. Po Rogerti ashtu, tashmë e dim tipin e tij, ai rri dhe futet në një temë nga hiçi që s'ka të bëj fare me temën aktuale, sepse është njeriu i atill që luan me provokime deri në limite. Do isha mërzitur po të ta kishte thënë? Po nëse s'doja dija kuptimin, po. Edhe po t'ja dije, se ja ke lexuar tani që jashtë, po t'ishe brenda, do ishe mërzitur? Po, do i thoja, do reagoja, normal që po. Moment që ndoshta do më shpjegonte patjetër. Po tani duan ta bëjnë dhe për budallëj, domethënë. Julia ka qenë në një edicion që këto provokimet kanë qenë kështu. Jo, ishin me nivel në edicionin që isha unë. Se kishte artista i edicionit, kupton, ndryshe nga këta artistët që janë tani. Po më dëgjove ti deri në fund çfarë po them. Gjithë edicionin e vet duan gjithmonë. Gjithmonë gjithë edicionin e vet. Jo, unë mendoj që ky edicion është i mirë se ka shumë frymërinore, më pëlqen shumë kjo gjë. Shiko, shqiptarët për çdo edicion thonë që nuk e pëlqejnë, por në fund ditës përfundojnë duke e parë masivisht. Edhe këtë edicion po e shohin masivisht, kështu që është i vetmi arktim, është i vetmi vend ku shprehin pak kënaqësitë, se nuk din, domethënë për gjëra të tjera nuk flasin dhe flasin edhe këta personazhet që i kritikojnë, që i sulmojnë, në një farë mënyrë më duket sikur nxjerrin atë frustracionin e vet, domethënë, nuk është se pastaj harrohen, ca mbahen mend, pastaj kur dalin i puthin i përqafojnë, të gjithë thonë isha me ty, ishe më e mira. Këto dijen këto, jemi mësuar me këto. Por që më pëlqen fryma, është frymë më rinore këtë vit.
Ka shumë të rinj, po, më pëlqen shumë edhe këta, unë i kam shumë qef ta që janë pas 2000-shit. Të pas 2000. Po. Pse ne që jemi në 98 as pëlqejmë ty? Po, më ja pak të fusim vetë. Tani, Andi. Më pëlqejnë. I gjithë ky debati i Selin me Rogertin, apo shkon deri në limite dhe janë ata dy polet kryesor të shtëpisë në gjykimin tënd? Nuk ka shkuar tani në limite. Ka kaluar në limite, domethënë, dhe mendoj që i ka kaluar dhe limitet në termat që janë përdorur dhe në akuzat që janë hedhur, duke përfshirë dhe familjar nga jashtë, duke përfshirë dhe njerëz nga jashtë, që nuk mendoj që do shkojnë ndonjëherë dhe ndoshta edhe në edicionet më agresive që Biku ka pasur ndonjëherë. Por unë vazhdoj që ndroj që ne duhet që të gjithë banorët t'i gjykojmë emërus përbashkët, jo disa sipas pëlqimeve tona personale dhe disa sipas pëlqimeve të tjerëve. Unë nuk mendoj në këtë rast, për shembull, nuk mendoj që është përdorur fjala që qarkulloi në rrjet fillimisht, se nuk bën sens djathi në vrim, nuk bën sens, domethënë logjikisht se çdo djathi në. Por mendoj që ka luajtur me terminologjinë, duke marrë parasysh që shumica e njerëzve nuk e dinë sepse është dialekt krahinor, dikush e përdor shëllir, dikush e përdor brin, kështu që nuk mendoj që është ky rasti, por mendoj që është provokuar edhe kush, si më thon, kush ka rënë prej provokimit, kush s'ka rënë, nuk ka rënë. Shiko, mos ta rëmë dhe një gjë tjetër, që aty brenda me këto gjëra merren, se s'kan në çat merren. Nuk kanë për çfarë të krijojnë edhe debatin, edhe konfliktin, edhe nuk kanë me çfarë. U sjaruan, ai sjaruan do zgjen për një gjë tjetër. E kupton se nuk ka aty. Po realisht të rish me njëri 80 ditë apo qoftë edhe 10 ditë në të njëjtin vend, frymon në të njëjtin vend, flë, hapi, të bëhet e zakonshme pra njëri tjetrit. Nuk është se të vjen vërtet të bësh sherr me të. Na iku herët Valbona ta kishin pyetur Valbonën çfarë mendonte, se besoj Valbona do e kishte marrë direkt që e ka thënë për mbrin. Jo, unë kam më tepër te kjo, te negativiteti që ka një luftë shumë të madhe jashtë dhe kjo nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen se nuk kam qef që personazhet që dalin në ekran, që bëjnë qoftë edhe një lojë, qoftë edhe përpjekjet për të ndëjtur sa më gjatë në atë program. Nuk e kuptojnë që është entertainment kjo gjë. E pra, merret me një gjërat që duhen marrë seriozisht në këtë vend, nuk merret, edhe merret shumë seriozisht Big Brotheri. Big Brotheri duhet merret patjetër në kontekstin argëtues, patjetër do kesh edhe mendim për limitet e lojtarëve, po nuk duhet marrë kaq seriozisht, është një program argëtues. Argëtues, po deri në limitin e respektit ndaj njëri tjetrit pa kaluar. Përderisa ata njerëzit vazhdojnë të jenë aty, përderisa ata njerëzit nuk po dalin nga shtëpia, nuk po i nxjerrin njëri nga shtëpia, do me thënë që limitet janë ato që janë. Doja t'ja bëja në fakt pyetje Andit, nëse ai ka kaluar limitet, pse nuk del jashtë? Nuk i ka kaluar njëri limitet. Për Andin do kishte dalë shumë. Për mua do kishte dalë që prajmin e dytë. Po për mua aty duhet ishin futur se s'kan lidhje me Vipin. Ronaldo, Mateo, Livia. Si është nominimin? Po, është një nominim që e vendosi Rogerti me dyshen që përzjodhi. Fatkesisht shoh Stenaldon. Ndryshe nga Mateo, ka patur një histori aty brenda, siç e dim gjithë, edhe ka luajtur më shumë, ka qenë pak më strateg për lojën. Stenaldo, është i zgjuar, ka inteligjencë, por shumicën e kohës e kemi parë komentator. Ndërsa Mateo më të përfshirë. Ka dhënë më shumë për këtë lojë, kështu që fatkesisht shoh Stenaldon më të rrezikuar. Andi? Edhe unë mendoj që Stenaldo është më i rrezikuari. Mateo, duam ka qenë një nga djemtë më të pëlqyer brenda shtëpisë dhe ka krijuar edhe një fanbazë jashtë. Ka njerëz që e suportojmë hashtag-u Briteo, është hashtag-u i Twitterit. Është vërtet. Ka një histori dashurie dhe nga ana tjetër mendoj që Stenaldo, ashtu siç tha dhe Livia, nuk ka pasur një situatë tërësisht të tillë. Në fakt shumica e banorëve, pra, nuk ka një situatë të vetëm, merren me Mirin Selin Krevati. Të vetmit personazhe që kanë situatat e tyre është Miri, Selina, Mateo dhe Brikena. Kush tjetër? Okej. Rogerti me Selin? Po sërish është njemi nga jashtë, kemi dalë, kemi folur situatës, dhe nuk ka dim ato janë vërtet apo jo, është Rogerti që në fillim ju kundërvu marrëdhënies së Mirit dhe Selinës, pastaj ju kundërvu Selinës dhe pastaj kaloi Selin Gimbos. Pra, është, si më thënë, paterica e pa thënë. Po tani aty me atë do merresh, por që mos harrojmë faktin që po edhe Stenaldo aty me ato do merret, kështu që po ti e quajt opinionist. Jo, ai vetëm komenton, ai ka bërë dhe lojët e veta, tani e dim gjithë. Tani e dim gjithë që Rogerti po mos jetë në shtëpi, shtëpia është gjumë.
dhe është faj se një ditë ka nejt ai pa fol. Jo, në fakt ky është gabim, sepse Big Brother është ndjekur edhe para se të hynte Rogerti. Të thuhet që Big Brother po të dalë Rogerti. Edhe të gjithë kanë thënë që në moment që është fut Rogerti ka ndryshuar loja. Jo, mund të ndryshuar dinamika e lojës dhe aktiviteti, por YouTube-i Top Channel ka pasur 300.000 ndjekës në kohë reale gjatë prime-eve dhe para se të fute Rogerti dhe pasi të fute Rogerti. Është shumë disrespectful ndaj atyre njerëzve që kanë punuar për Big Brotherin para hyrjes së Rogertit, të quaj që banorët kanë qenë gjumë nuk është edicion kjo, ndoshta edicion. Po, patjetër. Tani që jep zhurmë Rogerti, që jep zhurmë, që është njëri që unë kam qenë vetë mësuar me të tillë personazhe. Reali që nëse del Rogerti, loja hapet dhe do kesh shumë personazhe të tjerë aty brenda që ndoshta mund të krijojnë shumë më shumë zhurmë se Rogerti. Po tani mbasi mbaroi. Edhe ti vetë isha aty brenda, po të mos isha Rogerti, ndoshta do kishte situata shumë herë më të mira, sepse ai si person sepse unë s'kam zgjedhur të bëj çfarë më thon tjerët. Unë 2-3 situata që i kam pas. Rogerti bën çfarë i thon tjerët? Jo, të tjerët mund të bëjnë çfarë i thot Rogerti. Të tjerët mund të bëjnë çfarë thot Rogerti. Unë po të them, mua më ka thënë Rogerti 2-3 gjëra dhe i kam thënë jo, sepse unë dua të kem një situatë time. Me që nuk ishte Rogerti ti di çfarë bën situata. Nuk e lëshoni fjalën, unë kam bërë prapë.